Rusia po përgatitet për luftë me NATO-n, paralajmëroi një general i lartë i Polonisë vetëm disa ditë pas si një linjë e rëndësishme hekurudhore mes Varshavës dhe Ukrainës u hodh në erë në atë që zyrtarët e quajtën një akt sabotimi të paprecedent. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura polake, Wisław Kukula, lëshoi një paralajmërim të frikshëm se Rusia ka filluar përgatitjen për luftë. Ata po ndërtojnë një mjedis këtu që synon të krijojë kushte të favorshme për agresion të mundshëm ndaj territorit polak, tha ai. Kukula e përshkroi situatën aktuale si një situatë të paraluftës. Armiku ka filluar të përgatitet për luftë. Ai po krijon një atmosferë të caktuar këtu që synon të minojë besimin e publikut në qeveri, në strukturat kryesore si forcat armatosura dhe policia, si dhe të krijojë kushte të favorshme për agresion të mundshëm në territorin polak, paralajmëroi ai. Çdo sulmërues ndaj Polonisë do të aktivizonte automatikisht nenim 5 të NATO-s, dhe kjo do të mund të shndërrojë lehtësisht një konflikt botëror me Britaninë e Madhe që është përgatitur të vendosë trupa për të mbrojtur vijën e frontit të NATO-s, sipas mediave të vendit. Pas bisedimeve me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz në shtator, kryeministri Keir Starmer konfirmoi se Mbretëria e Bashkuar ishte e gatshme të mbështeste çdo vendosje të mëtejshme të NATO-s në rajon.